Dhe tani miq të dashur, erdhëm te një pjesë jo shumë e këndshme për ju, për të vetmen arsye, sepse është rubrika e fundit për mbrëmjen e sonte. Të pathënat e kësaj jave, çfarë kanë bërë fytyrat tona publike, e shohim tani. Krijuesja e hitit Ti se din se, Samantha Caravella, momentalisht gjendet në studio me çrast po përgatit këngën e re. Ajo është shumë afër finalizimit të këtij projekti muzikor ende të patitull, pasi javën që vjen do të fillojë xhirimet e videoklipit. Për muzikën është përkujdesur Allandi, teksti është thurur nga Agent Fatali, derisa vizualiteti është besuar Max Production. Ky projekt do të publikohet së shpejti. Reperi 2x2 këto ditë ishte në Tiranë ku edhe realizoi videoklipin e këngës së re. Prive mëson se kjo këngë është projekt solo, për dallim nga i paraprak të cilin e pati bashkëpunim me Flori Mumajesin në Gone Girl. Kjo këngë është pjesa e albumit të tij më të ri, 2020, i cili do të publikohet së shpejti. Fat, titullohet kënga më e re nga Loreta Kaçka. Ky është një projekt veror dhe me shumë ritëm. Kënga po punohet nga të njëjtit bashkëpunëtor të këngës I Papam dhe së shpejti do t'i bashkangjitet tregut muzikor. Në të njëjtën kohë, ajo po punon edhe në përpunimin e një këngë të cilën po ashtu do ta sjell me videoklip. Pas këngës Dëgjoj zemrën time që të do, e cila ka një muaj nga lansimi, Andës është në përgatitje sipër për projektin pasues. Fillimi I qershorit mendohet të jetë periudha e përshtatshme për të shtuar edhe një krijim të ri në karrierën e tij muzikore. Kënga do të jetë ritmike, tamam e përshtatshme për ditët që po vijnë. Një muaj pas lansimit të këngës Jam pa ty, Dhurata Ahmetaj I u rikthye studios. Java e ardhshme do ta gjejë atë në xhirimet e videoklipit të ri, të cilin do ta realizojë me Imagine. Kënga është duet me bashkëpunëtorin e këngës Bone pa mu. Ky projekt do të incizohet në studion Diez Music dhe pritet të dalë në fillim të qershorit. Me 6 muaj I qershor do të jetë shumë produktiv pasi të gjithë artistët po bojnë plane për projekte të reja. Një të tillë po e përgatit edhe Shpat Kasapi, I cili është shumë afër finalizimit të këngës së re. E ky krijim me 6 do t'i paraprijë albumit të tij në të cilin Shpati po punon intensivisht. Edhe albumi pritet të lansohet në po të njëjtën periudhë me këngën e re. Dhe të dashura adhurues të emisionit Prive, unë ju le takojmë sërish javës që vjen në të njëjtin vend dhe në të njëjtën kohë. E di që keni më mërzit pak për mu, po s'është shumë problem. E keni kanalin zyrtar në YouTube me emrin Prive Klan Kosova, gjithashtu keni edhe portalin ton prive.al. E deri javës që vjen, unë ju dëshiroj vikend të këndshëm. Natën e mirë.